Shqipëria është i vetmi vend në Europë ku pronat e palujtshme, banesat, shtëpit, apartamentet, truaje toka, shiten dhe blihen pa hipotekë dhe shteti e lejon. Ky është shteti i shqiptarëve, një shtet që jo vetëm nuk i mbron, por i viktimizon, dhe jo vetëm kaq, i shndërron në pistoleta hakmarrje dhe gjakderdhje. Kjo është tragjedia pronësore, piramida e re financiare, që kur të kolapsoj do të shembet mbi kryet e qindra mijëra shqiptarëve. Je interesuar të blesh një apartament në Shqipëri, dhe si kudo, hyn në internet dhe kërkon ofertë më të mire të mundshme për ty kompanit real estate. Apo të quajturat kompani imobiliare reklamojnë prona që shiten dhe nëse bën një kërkim të shpejt, të rezulton se pronat, shumica e tyre, janë pa certifikat pronësie. E megjithatë janë në shitje. Si mund të ndodh kjo? Pse lejohet të ndodh? Si mund të jetë ndërtuar një pronë që nuk ka titull pronësie? Këto janë pyetje logjike, që nuk i shkojnë për shtat një shteti kartel, që paligjshmërinë dhe korrupsionin e ka sistemik. Ndaj t'i drejtosh shtetit shqiptar, qeverisë shqiptare me të tilla pyetje, është thuajse idiotësi. Por në legjislacion, qeveria shqiptare të merr në qafë. Veç se në institucione mbizotëron rregulli i kaosit të kontrolluar, hierarkisë së korrupsionit dhe i të ashtu quajturës autonomi institucionale, ku njëri institucion ja hedh pasën tjetrit, kur vjen momenti që qytetari viktim të gjetë të drejtën e humbur dhe të paguar shtrenjtë. Në ligjin shqiptar nuk mund të bëhet shitje tërësisht ligjore e një prone të paluajtshme pa titull pronësor të regjistruar dhe pa certifikatën e pronësisë të lëshuar nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, hipoteka. Kjo certifikat është dokumenti që vërteton se personi që shet pronën është pronari i saj sipas regjistrave zyrtar. Pa këtë certifikat, transaksioni nuk mund të përfundojë në mënyrë të plot ligjore dhe e rrezikon seriozisht blerësin. Kërkesa për certifikat pronësie buron nga Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë, ligji numër 7850, i vitit 1994. Neni 195. Pronat e paluajtshme dhe të drejtat reale mbito nuk mund të transferohen, apo të ngarkohen me të drejtat të tjera, nëse nuk janë të regjistruara në regjistrat e pasurive të paluajtshme. Kjo nënkupton se kontratat pa regjistrim zyrtar nuk prodhojnë efekte ligjore ndaj të tretëve. Neni 192 dhe 193. Aktet si kontratat e shitjes për kalimin e pronësisë duhet të regjistrohen në regjistrin e pasurive të paluajtshme për të konsideruar të vlefshme. Pra, e thënë qartë dhe shkurt, një pronë nuk mund të shitet, por as nuk mund të jepet me qera nëse nuk ka certifikat apo titull pronësie. Më qartë se kaq nuk ka ku shkon. Jo vetëm kaq ligji numër 33 i vitit 2012 për regjistrimin e pasurive të paluajtshme rregullon funksionimin e regjistrit dhe parashikon se të gjitha kontratat e shitjes, certifikatat e pronësisë dhe aktet të tjera lidhur me pasurinë e paluajtshme regjistrohen zyrtarisht, ndër të tjera për të mundësuar kalimin e ligjshëm të pronësisë në regjistër. Ta themi pak më ndryshe, pa regjistrim zyrtar dhe pa certifikat pronësie, kontrata e një prone të paluajtshme në Shqipëri nuk e transferon ligjërisht pronësinë dhe nuk mbron blerësin ndaj pretendimeve të palëve të treta. Kjo është e kërkuar nga ligji në mënyrë që transaksioni të ketë efekte të plota juridike. Si ndodh që dikush ka bërë një ndërtim, mbi një truall dhe ndërtimi nuk ka certifikat, por ju shitet blerësve pa certifikat? Një pyetje kjo që lë pa mend dhe pa fjalë çdo europian, nëse ja parashtron. Por në Shqipërinë e zgaravitësit të fasadave dhe udhëkryqit të trafiqeve, kjo pyetje mund të cilësohet edhe si pa kuptim, dhe larg qoftë t'ja bësh pyetjen kryeministrit, të bën për budalla dhe mund të thotë që je shumë i kaltër, për të qenë shqiptar i faktuar në korrupsion, ose mund të cilësohesh si tendencioz dhe xheloz ndaj një qeverie me arritje dhe suksese në arenën ndërkombëtare. Që t'i kthehemi çështjes që është një plagë e madhe e shqiptarëve, dhurat nga sektori i ndërtimit, ose e thënë ndryshe nga sektori i parave të pista. Për të marrë leje ndërtimi ndërtuesi duhet të ketë titull pronësie të regjistruar mbi truallin ose të drejtë zhvillimit të regjistruar, kur toka është e dikujt tjetër. Pa këto leja e ndërtimit nuk duhet të jepet. Ndërsa gjatë ndërtimit lidhen kontrata porosie sipërmarrjeje. Apartamentet e kë kanë certifikat pronësie. Ato kanë vetëm preventiv, planimetri, kuota ideale mbi truall në letër. Kujdes, këto nuk janë certifikata, por pritshmëri juridike. Pas përfundimit të ndërtimit, jepet certifikat përdorimi, bëhet regjistrim në hipotekë dhe nxiren certifikatat për çdo apartament. Por ku është shteti në realitetin shqiptar? Shteti është i ndarë në copa dhe secila kop thot: nuk jam unë përgjegjësi. Bashkia është pika e parë ku çahet sistemi. Çfarë bën shpesh bashkia? Jep leje ndërtimi, mbi truall me probleme pronësie, me dokumente të papërfunduara, me konflikte trashëgimie, me regjistrime të pjeshme, me justifikimin tipik. Kjo është çështje civile, jo administrative.
Pra kështu i lan duart bashkia dhe i thot ndërtuesit ec vëlla dhe na jep taksën. Hipoteka reagon shumë vonë, sepse hipoteka nuk është në procesin e lejes së ndërtimit. Ajo hyn vetëm në fund kur pallati ka familjet brenda, kredit bankare të marra prej tyre, dhe shitjet e kryera pa pronësi. Në botën e qytetëruar një problem pronësie është ekuivalent me katastrofë sociale, ndërsa në Shqipëri është problem me të cilin sfilitim dhe sfirojnë blersin, sepse shitësi është partneri i shtetit, ai që më konsultanati. Ndërsa noteri, ingranazh padyshim i shtetit, e ka gjetur zgjidhjen mes shtetit dhe parlamentit, noteri pra vendos vetëm një barrierë formale. Nuk verifikon realitetin fizik, verifikon vetëm atë që ekziston në regjistër. Prandaj në ndërtimin e ri që nuk shet dot pronë, noteri lidh kontrata porosie, që janë ligjërisht të dobëta, por fatkeqësisht të lejuara. Që ta bëjmë të qartë, shitja reale maskohet si porosi. E thënë ndryshe derë në thes. Kurse agjencitë imobiliare janë krejtësisht jashtë kontrollit në Shqipëri dhe padyshim që janë bërë të arta. Ato nuk licencohen seriozisht, nuk mbajnë përgjegjësi juridike, nuk penalizohen për informacion të rem, edhe pse hapur e shuajnë shitet pronë pa certifikat. Do me thënë lejohen të reklamojnë të paligjshmen. Ku është shteti në këtë plagë sociale të fshehur, por prezente që në një moment do të shpërthej? Shteti është i pranishëm në letër, por mungon me vetëdije në zinxhir. Problemi nuk është mungesa e ligjit. Problem është vetë shteti. Pse lejohet vallë shitja pa certifikat pronësie? Sepse juridikisht nuk po shitet pronë, por po shitet premtim, po shitet shpresë, po shitet rrezik me porosi. Sërish pyetja ngrihet. Ku është shteti? Përgjigjen e kemi të gjithë në formën tonë, thuajse të saktë. Shqiptarët jetojnë në një vend ku ligji është i qartë, zbatimi është fragmentar. Institucionet janë ingranazhe që luajnë me qytetarin ping-pong dhe në fund barrën e mban vlerësi. Në Shqipëri certifikata e pronësisë është akti i vetëm që e bën shtetin të njohë. Gjithçka tjetër është marrëveshje mes privatësh dhe asgjë më shumë. Dhe duke mbyllur dua të kujtoj, hebrejt, por edhe ne, para viteve 1940, ku blen pronën shikojnë fqinjin, sepse dokumenti pronësot nuk vihet në diskutim vihet fqinji. Sa që kemi larguar nga izraelitët në këto 85 vite. Mast Channel. Please subscribe.